Rikthehemi drejt për drejt nderuar shikues, lajmi i fundit po e ndiqni edhe përmes fleshit informativ me titra. Pranohet kërkesa e Berishës, është një për sa i takon zotit Rama, kryeministrit të vendit, dhe një paraqitje e tij në SPAK për sa i takon 21 janarin. Do të pyetet si dëshmitar për dosjen Partizani, në fakt. Mirë, do të lidhem për të tjera sqarime, detaje dhe informacione me Klodi Lalën. Klodi, të përshëndes. Përshëndetje Nisida. Ka patur një zhvillim të fundit në procesin e njohur si Partizani me të pandehur kryesor ish kryeministrin Sali Berisha. Dhëndrin e tij ja marrë për Maltezi e po ashtu edhe disa persona të tjerë. Ditën e sotme trupa gjykuese vendosi të pranojë kërkesën e mbrojtjes dhe të therrasë si dëshmitar kryeministrin e vendit zoti Edi Rama. Gjatë parashtrimeve të mbrojtjes në seancat e mëparshme gjyqësore, avokatët e zotit Berisha argumentuan përpara gjykatës se dëshmia e kryeministit të vendit zoti Edi Rama, i cili në kohën kur ishte kryetari i Bashkisë së Tiranës ka bërë edhe ndryshimin e destinacionit të pronës klub sportiv Partizani, konsideroi thelbësore për procesin, ndaj në kushtet kur sipas tyre SPAK nuk e kishte thirrur dhe marrë në pyetje zotin Edi Rama, do duhej që gjykata për të sqaruar rrethanet të çështjes dhe për të patur një gjykim të paanshëm, e po ashtu për të patur një vendim të drejtë për të pandehurit, duhet ta thërriste dhe të dëgjonte dëshminë e tij. Gjykata e posaçme vendosi ditën e sotme ta pranojë këtë kërkesë të mbrojtjes dhe të therrasë në cilësinë e dëshmitarit zotin Edi Rama. Por që kryeministri të pyete do duhet që të vijojë fillimisht pyetja e dëshmitarëve të organit të akuzës, që janë njësër zyrtarësh dhe ish zyrtarësh të lartë, kryesisht edhe ish ministra të kohës së zotit Berisha, po ashtu edhe njësër ekspertësh të cilët janë të përfshirë në këtë çështje që ka të bëjë me ndryshimin e destinacionit, pra privatizimin e ish klubit sportiv Partizani, aty ku në fakt aktualisht janë ngritur një kompleks pallatesh. Më pas do duhet të vijë radha e dëshmitarëve të mbrojtjes, e që kryesori sipas avokatëve të zotit Berisha, zotit Maltezi, por edhe të pandehurve të tjerë, është pikërisht kryeministri i vendit zoti Edi Rama. Gjithashtu, ditën e sotme në këtë seancë të radhës gjyqësore, gjykata e posaçme pranoi po ashtu kërkesën që zoti Berisha dhe zoti Maltezi të japin shpjegime në cilësinë e të pandehurit, sepse ata pretendojnë se nuk kanë kryer vepër penale e do duhet të shprehin vullnetin me qëllim që të japin shpjegime në lidhje me këtë çështje. Por po ashtu, edhe pyetja e tyre do të bëhet në një moment të mëvonshëm. Por fakti që ditën e sotme gjykata ka pranuar në një farë mënyre të rregulloj atë që është konsideruar si mangësi e SPAK, pra thirrjen dhe pyetjen e zotit Rama në cilësinë e dëshmitarit, për avokatët është një moment i rëndësishëm sa i përket procesit. Zoti Berisha është zyrtarisht i pandehur dhe po përballet me akuzat në gjykatën e posaçme për veprën penale të korrupsionit kryer në bashkëpunim me dhëndrin e tij ja marrë për Maltezi, ndërsa ndaj këtij të fundit rëndon edhe akuza e pastrimit të parave. Për veprën penale të pastrimit të parave, por edhe të korrupsionit, janë marrë të pandehur edhe biznesmen dhe shoqëri tregtare apo zyra juridike, të cilët po ashtu janë duke u gjykuar në të njëjtin proces. Prokuroria e posaçme gjatë kërkesave paraprake ka sjellë një listë gjatë dëshmitarëve të cilët do t'i thras dhe do të dëgjojë rrëfimet e tyre në seancë gjyqësore. Ky është një proces që pritet të zgjasë jo pak, e që sigurisht do sjellë në dyert e gjykatës së posaçme një numër të lartë të ministrave apo ish ministrave, përfshirë këtë herë edhe kryeministrin e vendit zoti Edi Rama, i cili ka gjas të jetë i pari kryeministër në detyrë që dëshmon në një proces që është konsideruar si një ndër proceset më të rëndësishëm për sa kohë që i pandehuri kryesor zoti Berisha, i cili për 8 vite ka drejtuar qeverinë shqiptare, po ashtu ka mbajtur edhe poste të rëndësishme sikurse është ai presidentit të vendit. Procesi është duke vijuar edhe në këto momente, në përfundim të tij, kur edhe të jetë marrë vendim sa i përket kërkesave të tjera për pyetjen e dëshmitarëve të tjerë, por po ashtu edhe sa i përket kryerjeve të akte ekspertimeve të reja. Me gjas do të ketë edhe një deklarat nga ana avokatëve, të cilët do të shprehin qëndrimin e tyre lidhur me pranimin e kërkesës së bërë për pyetjen e zotit Rama si dëshmitar. Faleminderit shumë Klodi për të gjitha detajet. Ishte Klodi Lala, të nderuar shikues, e cila dha informacione për zotin Rama,